Fort të dashtëm, gjithsa jeni këtu në këtë katedrale, me shtarë të pagëzum të dikushëm, pagëzum para pak kohë, e ju që keni mu pagëzu sot, ose ju që dëshironi e menoni mu pagëzu nesër. Ju përshëndes, sikur barik sa i kishe, me atë dashuri, me atë urti dhe me atë vetëdijshmëri që e ka pas kisha gjithmonë në shekuj. Nuk duhem të komentojmë ngjarjen e djeshme ose atë çfarë është dashur e sot, sepse kemi kohë ballë. Nuk kemi nevojë të mirëmi ma me atë punë, sepse ne dje kemi befugur themelin e kishës në zogaj që kemi dash me befu sot, por duke dashtën me respektu e shtetin ton, me kundërshtu pushtetin që në ndalon, dhe mos më përplas me vllaznit tanë, ne jemi të bijtë e paqës, bijtë e dashurisë, bijtë më të mirë të si veni, dhe duhet të përqojmë atë dashuri, atë kujtesë, atë urti që e runë njerion tonë, vendin tonë, kalumën tonë, po dhe që po mikur që ndërtojnë të ardhmen. E ardhimja ndërtojnë me dashuri. E ardhimja ndërtohet me duresë. E ardhimja ndërtohet me urti. E ardhimja ndërtohet pa heqë dorë nga jo që jemi, e pa nal udhën tonë ku do në me shkue, ku se i cili njeri në këtë vendin tonë të mundët të zgjedh, ose të përzgjedh fejnë e vetë, pa kundërshtue, askush. As bashkësit fetare, as kisha, as shteti, as një qytetari këti venit, as unë dhe as ti. Sepse kjo është liri. E fryti i lirisë është kur njeriu bën zgjedhjen e vet. E guximi është kur njeriu ta bëjë zgjedhjen e vet, na ta përqafojnë. E të thoj meja. Edhe t'i pagëzojnë në mentatit, dëbirit dhe shpirtit qajtë. Sot është festa e Shën Florit dhe Laurit, të cilët janë martirizue këtu në Ulpian në fillimin e krishtenizmit, kur romakët e ushtronin dhunën dhe nuk i lenin që të pagëzohen njerëzit tanë. Por romakët veç në histori kanë mitë. E ata që janë pagëzu, e kanë besu, kanë qëndru, deri me sot. Dhe pa hyj pra saj në histori për të shpalosën rrugën e qëndresës kishës katolike dhe atyne që janë pagëzu, du më ju thonë juve sot, që merr një vendin pagëzoheni. Se kjo është një akt i guximit shpirtit, jo një akt trimnie e burra dhe grave të venit tonë, por një akt guximit shpirtit me besu. Dhe me besu e pikrisht ato që dënë. Dhe ju keni vendosën me u pagëzue në fenë e Zotit tonë Jezu Krishtit. Në përmjet pagëzimit, ju do të bani, jo buri ftoft që kemi beku dje atje, e mbi cilën do të venë gur tjerë për të ndërtu kishën. Por jeni guri gjallë.
Të thënë, pasi ta kalitemi në fejë dhe në pagëzim, e ndërtojmë kishën e njerëzve, kishën e besimtarëve, kishën e gjallë, se kisha gjallë ka qëndrue, jo kishat e gurit, ne kanë ndërtue, i kanë ardhut, ne ka rëzue, herë në mishte, herë koha, e herë praktisja, për i kënë arrin ndërtu për sëri. A më ka qëndru kisha gjallë. E kisha gjallë është kisha shpirtit, që beson se dashuria është mbi urrejtjen, që paqja nuk është dhurt, dhe që paqja e jashtme nuk është e përkryme, sepse paqja e vërtet që vjen prej Zotit është paqja e shpirtit tonë. E paqja e shpirtit është kur e zhvdukmi urrejtjen nga vetë. Sepse urrejtja s'na takon neve. Më kanë thonë këto ditë që na urrejtjes do të përgjigjemi me urrejtje. Jo. Na s'du të bëmi si tjerë, na jemi ndryshe, pagëzimi të shëndroni në njëri të ri. Në një njëri që rrezaton bukurinë e shpirtit, në një njëri që rrezaton dashurinë për vetën, në një njëri që rrezaton paqe, dashuri, që i don të gjithë dhe në mikun e vetë. Sa fuqi më të madhe, as trimni më të madhe që historia e njerëzimit ka njohur, se sa dashurinë e krishten për me falën anë mikun dhe për me dasht, jo veç me falë. Këto forca që ndërton tarën. Sepse Krishti në ka mësu që ata të cilë të besojnë ati. Atyne nuk ju afrohen tuve femelule, nuk ju afrohen pushtete dhe poste, nuk ju afrohen pare ose kapital, atyne ju afrohen vetëm qëndrejsa e guximi dhe mbështetja e Zotit. Janë dy gjëra që Krishti thotë. Ata që kanë me besu në mu, kanë mi vrahë, kanë mi poshënu, kanë mi marë në përkam, kanë me që kry kundër tyne, kundër jush, jo thotë Krishti, dhe përsërit jetën fjallë kundër teje, për të mos ke frikë, sepse kur t'ju venë për para gjyshit, shpirti i Zotit ka më mësue, edhe çfarë më përgjigj, edhe si me duru, edhe si me qëndru, deri në kryq. E unë për e them, si i peshvi juaj, për gjare nuk ka ndodhën tja. Sepse ne këtë gjake në përjetuar gjithmonë. Kur 280 vjetë më parë, plesht Karadakut, shkon të Beggjinolli, për t'ju thanën që na duami me majtë vend tonë, u që peshë gjithë veni, gjithë pushteti, nga Afrika që do kthehen gjithë. Dhe i dëbun në Turqi. 2 vite martirizim e gjithë më aty në vdesën të shku në Turqi, po edhe atje. Po në fund u këthy. E sot, stër një pi tyne,
po flet para jush. Kjo do të thotë që nuk duhet të mendojmë me gjakun e nxehtë. Jo vetëm urrejtën, urrejtja është përjashtu nga zemra atyre që pakëzohen. Por nuk duhet të veprojmë as me gjakun e nxehtë shqiptarit. E le ma me budallakun e disave. Sepse nuk na çon gjykund. Pagëzimi duhet të jetë dritë, paqe, lirie dhe të ardhme të bukur të popullit tonë me qytetërim evropian, kulturë të lashtë, stili rrethantane dhe lumturi mes njerëzve. Dhe paqe mes lezerve. Pavarësisht a janë të besimit musliman, a vazhdojnë të mos besojnë, ose janë kundër gjithëve, ne duhem i paqen me të gjithë. E dashurinë për të gjithë. Unë sot, edhe shpesher e shoh se disa kanë nevojë me ngrej flamurin kusheze në pagëzime ose në për eventet të tjera të fesë. Është gjë e keqe. Është flamuri jonë. Është gjaku jonë. Është Shqiponia që na ka marrë gjallë. Në shpinën e asaj Shqiponia kemi shpëtuar nga kaluar. Po nësë këna nevojë mësë më rambe për flamurin, sepse flamur jemi vetë. Çdo i pakëzum është flamur. Sepse e pranon fenë e Shënflorit dhe Laurës. E pranon fenë e të parëve të vetë. E pranon fenë e Gjeqovit, e pranon fenë e Fishtës, e pranon fenë e Bogdanit, e pranon fenë e të gjitha tyne burra dhe grave më të forta të historisë dhe të kalumës tonë, e pranon fenë e Nonës Tereze. Çfarë të keqe ka këtu? Ose hej sa të bukur agjendën aty. Ne kombin nuk e kemi vetëm për vete. Ju të kanë edhe vllazëve tanë të islamizu. Ata janë në për shtëpiat tuaja, ju jetoni me ta në për katunet e tyne. E njëjta gjë ka ndodhur kur janë konvertuar në islam. Vllazët nuk e kanë prish dashurinë mes vete. E kanë rrujt. Njëri musliman, tjetri katolik, po kanë ecë për para, për të shpëtuar rrethonën historike e për të mujtë me dëshmuar të vërtetën e sotme. E për t'ju dhënë lirinë se i cilit që të përzgjedh atë që don me jetuar edhe atë që don me besuar. E shoh këtu që kemi edhe disa trimat Facebookut, edhe disa përfaqësues televizave dhe shoqatave. Kanë mujt me ardhen edhe ata që në të protestua atje sot, edhe ata që në të nejrujt gurin që e kemi beku dje, që të kanë mujt me ardhen, sepse kisha është e hapën për të gjithë. Predikimi ju të qohët të gjithëve. Kush e do në mërë? Kush e do në lërë? Sepse ne nuk ja imponojmë venë, as një njeri ju. I duam i të gjithë, edhe ata që po protestojnë. Por,
kthimi, ose thirrja në kthim, është misioni ynë. Është misioni kishës. Që se kemi marrë vetë, po na ka lënë amanet Krishti, në fjalinë e tij para se të ngjitej në qiell. Shkoni e pagëzoni të gjithë njerëzit në mentatit e dëbirit e të shpirtit shenjtë. Dhe nga ky mision kisha nuk u largu kur, nuk heq dorë sot, dhe nuk do të largohet asnjëherë. Kënej. E thonë të psalmisti sot, vllazën, po mos ishte Zoti me ne, a do të mbjetonim ne si kom? Po mos ishte Zoti me ne, a do të kishte sot në Kosovë? Po mos ishte Zoti me ne, a do të ndërtoj kjo katedrale? Po mos ishte Zoti me ne, a do të flisja unë me ju sot? Zoti është me ne. Ne besojmë. Por në emrin e këtij Zotit, kur të dalemi prej këtu, duhemi mi hap duart tona, suhër që i hap kratë Shqiponja, mi përqafu të gjithë njerëzit, mi falë gjithë ata të cilët në shajnë në sulmojnë, e bi gjitha juftoj juve që jeni televizjeve ose që menoni se ju e keni flamurin ndorë, jo, heqne flamurin u rejtë, nalne fjallën e fyrë. E nëse keni diçka me thonë, atë të thonë, atë që thot Krishti, atë që thot kisha. Falni për paqen, falni për vllaznimin, falni për bashkimin, falni për lirin, falni për dashurin, shpalosni bukurinë e shpirtit juaj, e mos e almoni popullin tonë, me në asnjë gjë. Edhe në dorë të rukitja. Kështu do të